Babadimri ta ka sjell dhuratën. Është gënjeshtra me të cilën janë rritur shumë fëmijë. E përkundër këtyre gjanave, ne prap pyesim pse bre kaq i përhapur në ankthi, që ngoni pse. Kur fëmijët ndjejnë se informacionin cilin e kanë marrë është i pasakt, ata mund të ndjehen të pasigurt dhe të zhvillojnë ankth. Kjo për shkak se ata nuk kanë një bazë të fortë për të kuptuar botën rreth tyre. Për që se ekziston babadimri, po shpresoj shumë që këto a besojmë krejt. Rritja e një fëmije duke e gënjur ka pasoja në zhvillimin e tij emocional, psikologjik dhe social. Gënjeshtra ndikon që fëmia të humbë besimin tek njerëzit dhe kjo ndikon në aftësinë e fëmijës për të ndërtuar raporte të shëndetshme dhe të besueshme në të ardhmen. Fëmijët modelojnë dhe nëse shohin që prindërit e tyre gënjejnë, ka shumë gjasa të mësojnë se gënjeshtra është sjellje e pranueshme për të shmangur problemet apo për të arritur qëllimet. Një fëmijë që rritet në një mjedis ku gënjeshtra është e zakonshme, mund të ketë vështirësi me përballjen me realitetin dhe mund të preferojë të shmanget situatave të vështira, përmes mashtrimit ose mohimit. Prandaj nëse gjithkohon një prind që mundohesh mos me e gënjy fëmijën, atëherë mos e lejo veten as në rastin e babadimrit me e gënjy atë. Fëmia duhet me u rrit me realitetin. Në vend të gënjeshtrave, është më mirë të përdorim shpjegime të përshtatshme për moshën, që ndihmojnë fëmijën të kuptojë të vërtetën në mënyrë të butë dhe të dobishme. Kjo e ndihmon fëmijën të zhvillojë besim, ndershmëri dhe vetvlerësim.